Gjimnazi Gjergj Pekmezi në Pogradec ka shënuar një sukses të rëndësishëm në fushën e inovacionit dhe energjisë së gjelbër. Projekti filtri satelitor droni i ajrit i realizuar nga nxënësit maturantë të shkollës në drejtimin e mësuesis Klodiana Mançellari u shpall fituesi i vendit të parë në konkursin Energy Challenge 2026 organizuar nga Tirana College of Technology. Suksesi i projektit nuk mbeti vetëm në kuadrin e një gare, fal bashkëpunimit mes Tirana College of Technology dhe kompanisë Green Energy. Çmimi fitues po shndrohet në një investim konkret për shkollën. Në ambientet e gjimnazit u zhvillua ceremonia zyrtare prezantimit të partneritetit në prani të përfaqësuesve të institucioneve vendore, komunitetit arsimor, prindërve dhe nxënësve. Projekti fitues siguroi për shkollën instalimin e një sistemi fotovoltaik dhe kapacitetin 10 kW, i cili pritet të prodhojë rreth 12.500 kWh energji në vit. Ky investim do të mbulojë një pjesë të konsiderueshme të konsumit energjetik të shkollës, duke ulur kostot dhe duke krijuar mundësi për investime të reja në laborator dhe projekte kërkimore për nxënësit. Bashkia Pogradec sigurisht që është krenar për arritjet e kësaj shkolle, jo vetëm për nxënësit, por edhe për stafin metodologjik, mbasi është puna e tyre e palodhur që ka sjellë rezultate të tilla. Ne jemi gjithmonë bashkëpunues me shkollat, me të gjithë shkollat dhe veçanërisht me shkollat e mesme, kemi ndjekur suksesin e tyre, por ky projekt është krejt i veçantë, mbasi do të ndikojë direkt edhe në buxhetin e bashkisë. Kështu që unë falenderoj të gjithë stafin pedagogjik, ju urime për sukseset në universitetin tuaj, nxënësit, por në veçanti unë do të falenderoj dhe emrin e madh të cilën ka kjo shkollë. Përfaqësuesit e Tirana College of Technology dhe Green Energy theksuan se mbështetja e talenteve të reja dhe investimet në energjinë e pastër janë investime për të ardhmen e vendit. Nga Pogradeci vjen kështu një shembull konkret si një ide e lindur në bankat e shkollës mund të zhndrohet në një projekt me ndikim real për komunitetin dhe mjedisin.